figull, që do të vdesin fukarat të njëtën. Tani dëgjoj këto di Viktor. Ka njerëz që martohen për pasuri, po unë do preferoja këtë tjetër. Pse të mos marr një që s'ka lek? Pasuria më e madhe është thjesht njeriu mirë apo jo? Ajo më tha mu, tha hajde t'jap 3 vila, 2 restorante, vetëm rriprenor, edhe të sillesh tu këndullu punëtor. Unë tani më pëlqen ajo se s'ka lekish, si t'ja bëj o bish? Për mua ti Viktor, më mira që do bësh, për mua vendos ti, domethënë si do bëhet ty. Dashurohet robi o zia, dashurohet robi me kërkos. Ja ta them una, se po them sa që njeriu vetëm një dashurohet një herë. Njeriu mund dashurohet shumë herë. Bëva këu ndame për një lidhje për shumë arsye. O e ndava ajo, o e ndau ky. Çon si ka kush e ka fajin. Po ti dalin tjetër që e ndjen dashurohet njeriu, dashurohet shumë herë, nuk dashurohet vetëm një herë. Po ta them me shpirt. A mendon që mund dashuroj mund 35 vjeç? Edhe 100 dashurohesh e 35. Edhe 100 vjeç dashurohesh. Unë aty kam një vajzë tani që është shumë e pasur aty. Mega ku. Është shumë e pasur. Rëp. Është miliardere. E kam njënin që e du fort, unë ata e s'ka këlleku mbyth o bish. Që ti bëjmë? Për mua, Viktor, unë të kam thënë, një e mirë, thot populli, ka një të mirë, ja si e shpjegojmë këtë gjë. Ti shiko, është ajo miliardere, i ka 30 mirat e botës, po ja që pas ka një të lik, ti nuk e ndjen atë. Kjo e varfra, s'pas ka lek, po ti e dashuron këtë o shok. Më kupton pse thot populli, një e mirë ka një të lik, thot. Po zgjidh të ligë më të vogël. Më kupton? Pasaj tjetër aty Viktor, disa njerëz që, edhe themuna, disa djemë të varfër kanë qenë edhe ku kanë dashur një gotë që ka qenë me pasur nga i, ose një bukuroshe, vetëm se ka qenë i varfër nuk e ka pranuar, kur është bëri pasur i kanë thithur bolet. Jeta nuk i dieta Viktor. A e goca që dashuron ti që she varfër sot mund të jetë tu, po nesër mund vre këtu shoku. Për mua, mere, pa ta themuna. Mere. Për mua. Qëse do e do ftë. S'kena lek më ata, sona sa jo si më. Ose vendose, thoj kështu. O zot, më fal mëkatet, kam tjera synime, kapin pasur të rregullosh jetën, a shok ç'a them unë. Do me thënë ta marron ata të ble mu 3 metër skafe, jo 4 shtëpia. Unë po të shasë ty do të isha marrë kohë çka ardhur? Mere, më gjo mua. Nuk të vjen rasti shumë herë në jetë. Mere. Ja, unë po të marrë ata tani o bish, unë se ka rabor, po të hapet deti mjep metër skaf me hecë në det. Për mua ati Viktor të kam thënë një herë, zgjidh të keqe më të vogël, jo të keqe më të madhe. Për mua. Pasaj Viktor, ç'është ai njeri që nuk e do botën materiale apo lekun. Po unë s'po them ta duash, po jo ti bësh dëm tjetrit. Këto vajzat bukuroshe, pse i duan domethënë burrat bosa e dashnarët? Pse? Se duan domethënë të rregullojnë jetën, për interes. Kjo është botë me pak fjalë interes. Vetëm njerëz të mëdhenj ndikmojnë njerëz nevojë, se njerëz mendje vegjël nuk ndikmojnë kurrë ta dish. Vetëm shpirt mëdhenj ndikmojnë njerëz në hall vërtet. Unë e kam thënë aty Viktor, unë për veten time. Unë më shumë dua një të varfër o Viktor se sa një të pasur. Jo se nuk i dua, se unë kam e miq të pasur. Po pse i dua të varfrit? Se të varfrit janë ata që kam shumë nevojë se sa të pasurit. Të varfrit mund të jenë me stomak bosh, mund të jenë mes 4 rrugëve. Janë njerëz që duan t'u japësh, kurajo. Ka njerëz që në hallet e mëdha, se edhe i ka flakur, domethënë hunjer, i ka dhënë fund jetës. Ndaj unë të varfrit i dua më shumë nga se të pasurit aty Viktor.